Princi Leka dhe princesha Blerta bëhen prindër, vjen në jetë princi Aleksandër. Një lajm i bukur ka ardhur nga familja mbretërore shqiptare. Princ Leka dhe princesha Blerta janë bekuar me ardhen në jetë të një djali. Princi i ri raportohet është pa gëzuar me emrin Aleksandër. Lajmi u bë i ditur nga ish drejtori i komunikimit të familjes mbretërore Erion Teli përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook. Princi Aleksandër i shqiptarëve sapo u lind, që nga ora 5:30 e mëngjesit kam parë orën pa pushim. Sot është një nga ato ditë që fjalët nuk mjaftojnë për të përshkruar gëzimin. Brëm në lutjen time i kërkova Perëndisë të bekonte princeshën Blerta dhe lehtësonte çdo çast të kësaj dite dhe të ishte pranë saj. Sot besoj se ai më dëgjoi këtë lutje, ka shkruar Teli. Kjo ditë e veçantë duhet të them një gjë princeshës son. Faleminderit. Gjithmonë na ke pritur me mirësi për usi dhe pusqeshje që na ka bërë të ndjehemi si pjesë e këtij gëzimi. Mirë se erdhën në jetë lartësia e tij mbretërore, princi Aleksandër. Zoti e bekoft familjen mbretërore shqiptare.